Nuk është se është një zjarr I cili ka marrë në pjesën e sipërfaqes së jashtme, është një zjarr I cili ka marrë në pjesët e brendshme dhe duket se dëmet janë thuajse të konsiderueshme. Pra, po të shikojmë pak operatori ynë do të na ndihmoj, është gati I 6 apo I 5 ku duket që flakët brenda asaj hyrje kanë përpirë gjithçka dhe janë mjaft aktive. Sikundër është situata e vështirë në kadet e mësipërme ku deri tani është duke luftuar me flakët zjarrfiksi I cili ndodhet në taracën e ndërtesës, ndërkohë që përsëri do të përshëndrohemi tek aksioni I shpëtimit, teksa zonja ndodhet fare pranë zonja është shpëtuar mbërritjes dhe evakuimit të plotë të saj. Po, ja të kemi me këto pamje të drejtë për drejta, duket se janë duke përfunduar zbritjen e tyre forcës zjarrfikse së bashku me zonjën e cila është shpëtuar. Zotëria që shohim ka tentuar 2 herë të themi shfutur brenda apartamentit të saj, ndoshta ka patur informacione që brenda tij mund të ketë patur banor dhe ka konkluduar se brenda këtij apartamenti ka qenë kjo zonjë e cila e ka patur të pamundur për të reaguar, për të lënë apartamentin dhe për të dalë jashtë tij. Është dashur për herë të dytë të futet brenda apartamentit në një punë të jashtëzakonshme të forcave zjarrfikse për të lënë këtë apartamentin e saj i cili rrezikon të shkërmbohet. Atëherë Ina mund të shtojmë faktin se ky është një pallat I cili është ndërtuar gati në më pak se 7-8 vite, pra ka gati 7-8 vite që është ndërtuar pallati I ri nga biznesmeni, nga ndërtuesi Armando Lila. Të paktën këto janë informacione që ne I kemi publikuar dhe situata, edhe pse zonja fatmirësisht tashmë mbrin në tokë, situata në pallat mbetet e vështirë, duke qenë se flakët janë përsërit prezente në një sipërfaqe të konsiderueshme, duke bërë të mundur që zjarrfiksi I cili ishte në taracë të largohet për shkak të tymit I cili ja ka pamundsuar atij qëndrimin në atë sipërfaqe dhe në atë zonë ku ai qëndronte. Pra zonja ka një në qaf, nuk e di nëse mund ta themi është ndihmuar në Po, ja të ke shohim zonjën që duket ndoshta ka marrë në një dëmtim në qaf, por ndoshta është element sigurie nga zjarrfiksit, por ajo ka mbërritur në tokë shëndoshe mirë dhe fal punës themi lavdëruese guximtare të zjarrfikësve, të cilët kanë ndërhyrë në 2 momente për të shpëtuar jetën e 2 zonjave të cilat ishin të bllokuara në pallatin I cili tashmë gjysma e tij është nën pushtetin e flakëve, sikundër ende vijojnë flakët të jenë prezente në një sipërfaqe të konsiderueshme dhe paktën ajo se çfarë dëgjoj dhe nga banorët kërkohet ndërhyrja në mënyrë që flakët të mos përpinë të gjithë pallatin. Po. Ky është shqetësimi I tyre, shqetësimi I banesave në momentin që shpëtohet një jetë njeriu dhe ndalimi I flakëve për të mos vijuar, ndërkohë që zonja është duke u marrë me barel për të shoqëruar dhe për të shkuar në urgjencë. Të paktën kujtojmë këtu që urgjenca dhe djegja plastika janë në gatishmëri. Po, shohim urojmë që zonja të dyja të mos kenë asnjë lloj problematike që me shëndetin e tyre, ndërkohë që Armando Lilo është ndërtuesi I këtij pallati, këtij kompleksi pallatesh. Ky është informacioni I radhës, ndërkohë 2 qytetarë dhe 2 zjarrfikës janë paraqitur në urgjencën e QSOT-s nga zjarri me shenja të asfiksisë. Këta janë ose ky është bilanci deri tani. Këto janë informacionet që vinë në redaksi dhe sigurisht nga kolegët tanë gazetarë. Pra kujtojmë dhe njerë 2 zonjat që pam, të cilët u shpëtuan nga forcat zjarrfikse dhe po ashtu 2 zjarrfikës, punonjës të zjarrfikësve janë paraqitur në këtë moment që flasim në urgjencën e QSOT-s nga me shenja asfiksie nga ky zjarr masiv.
është dërguar për në urgjencë, zonja e cila sapo është shpëtuar nga flakët, nga punonësit zjarfikës. Kujtojmë se urgjenca dhe djega plastika janë në gatishmëri të plotë për t'i ardhur në ndihmë të gjithë atyre të cilët do të mund të kenë nevojë. Urojmë të mos ketë më persona të cilët të kenë nevojë për asistencë mjekësore, po sigurisht shohim që ka një situatë shumë të vështirë, një punë shumë të vështirë të forcave zjarfikësve, të cilët po mundohen dhe po luftojnë me flakët për të bërë të mundur shuarjen e tyre. Zjarri vijon të jetë aktiv në disa apartamente, kryesisht në katin e 5 apo të 6, të paktën këto janë informacionet që kolegu Osman Stafa përcolli, dhe është një zjarr i cili vijon të jetë brenda apartamenteve, pra ka djegur shkërmuar fasadën jashtë dhe po ashtu brenda apartamenteve vijon të ketë zjarr masiv. Kjo e vështirëson disi punën e punonjësve të zjarfikësve. Ti shohim këto janë në krahun e djathtë të ekranit, shohim momente të pak minutave më parë ku duket se këta forca zjarfikës, punonjës të zjarfikësve kanë pasur disi ose shumë të vështirë, mund ta themi, janë tërhequr në momente të caktuara sepse flakët kanë qenë goxha masive, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Por kemi një punonjës zjarfikës i cili ndodhet në terracën e këtij pallati, është ai i cili po lufton me këto flak edhe me këtë shtollunga tymi të cilat ja të kemi me pamje të drejtë për drejta, dhe ky është momenti kur punonjësi i zjarfikësve po tenton të shuajë nga pjesa lart ato flak zjarri me cilët mundet në fakt e vështirë për t'ia dalë. Bëhet fjalë për një kompleks pallatesh i madh dhe goxha i lartë, çka e vështirëson akoma edhe më shumë punën. Nuk dim çfarë ka shkaktuar të gjithë të zjarr masiv, por dim që në këtë zonë, sigurisht në këtë vendngjarje, ndodhet ministri i brendshëm dhe drejtues të tjerë, të cilët ndoshta pak më vonë do të mund të dalin me një deklaratë të tyre dhe do të mund të na japin të tjera detaje sa i takon kësaj situate të krijuar atje. Besfort Lemallari ndodhet në vendngjarje, është ministri i brendshëm dhe po ashtu drejtues të zjarfikësve, punonjës të shumt, ka forca të shtuara të zjarfikësve, punonjës dhe forca të shtuara të policisë së shtetit, autobot me ujë, të cilët po mundohen të bëjnë po mundohen me sa munden pra të fikin këto flak masive të këtij kompleksi banimi. E vështirë. Ina, nëse më dëgjon? Po, të dëgjoj Osman. Atëherë kam arritur të mësoj se personi i cili bëri në fakt në 2 momente akte për të ndërhyrë dhe për të hyrë brenda për të shpëtuar jetët e njerëzve ndodhet në një situatë pak të vështirë, nuk pranon pra të largohet nga vendi i ngjarjes, por janë kolegët që janë duke kujdesur për të, duke qenë se tymi apo edhe situatat brenda kanë vështirësuar dhe situatën e tij dhe është duke marrë veten, ndërkohë që banorët nga ana tjetër vijojnë të ankohen për mos ndërhyrje me pra numër të konsiderueshëm të zjarfikësve, duke qenë se sipas tyre është duke punuar një zjarfikse për shuarjen e flakëve, të cilat janë të konsiderueshme masive në këtë pallat dhe kërkohet ndërhyrja me emergjencë e zjarfikësve për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit, duke qenë se dëmet janë vërtet të konsiderueshme. Pra banorët të cilët ndodhen në një pra largësi rreth 20-30 metra me numra të shumt të tyre, disa të cilët kanë banesat e tyre, disa të tjerë për të parë atë se çfarë ndodh, janë duke kërkuar ndërhyrjen me numra të shumt apo me forca të shtuara të zjarfikseve në mënyrë që të shuhet totalisht zjarri, i cili është aktiv goxha në katin e 5, 6 dhe të 7 të këtij pallati shumë katësh banimi, në të cilin ditën e sotme ra zjarr duke pasur dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme, sikundër nga ana tjetër të bllokuar 2 zonja të cilat u desh ndërhyrja e zjarfikësve Osman, më lejo të bëj një pyetje për të shpëtuar jetët e tyre.